Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Qytetarët e Ballkanit Perëndimor kanë ende besim në Bashkimin Evropian. Sipas edicionit më të fundit të standard Eurobarometrit të Komisionit Evropian, besimi në BE është më i lartë në Shqipëri, ku 80% krahasuar me 16% të qytetarëve ende i besojnë Bashkimit Evropian. Rezultatet e gjashme janë në Kosovë me 75%, në Maltëzi 65% dhe në Maqedoni niveli besimit është 60%, ndërsa niveli mosbesimit 38%. Në Bosnjë dhe Hercegovinë besimi në Bashkimin Evropian është pak më i ulët. 56% të qytetarëve i besojnë BE-s, ndërsa 40% nuk i besojnë. Ndërkohë në Serbi, vetëm 36% të qytetarëve i besojnë Bashkimit Evropian, ndërsa 59% nuk i besojnë asaj. Krahas asaj, qytetarët e Shqipërisë kanë qëndrim më pozitiv ndaj anëtarësimit në BE, ku 84% thonë se do të ishte një gjë e mirë, ndërsa vetëm 5% mendojnë se do të ishte diçka e keqe. Në Maqedoni, shifrat janë të ngjashme, ku 62% janë optimist për anëtarësim kundrejt 9%. Ligji për arsimin e lartë në Maqedoninë e Veriut vijon të mbetet në diskutim në Këshillin e Ministrave. Zëvendës kryeministri i parë Bekim Sali deklaroi se versioni i përpunuar i propozim ligjit për arsimin e lartë, pasi kaloi dhe filtrin e dytë në sistemin elektronik ENER, ende është në procedurë qeveritare. Sipas tij janë bërë disa ndryshime për të qenë i përshtatshëm për të gjithë. Deklaratat e zëvendës kryeministrit erdhën në panelin e diskutimit të organizuar në Universitetin Nën Tereza me temë konsolidimi institucional dhe legjislacioni i arsimit të lartë. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Egoja në politikë të fundos është apeli i presidentit Kosovës Hashim Thaçi ndaj politikanëve përpara zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Nga ambientet e paraburgimit në akt, Thaçi kujtoi rrugtimin e tij politik, se në disa raste është tërhequr nga pozita të larta për arsye politike dhe institucionale. Në politikë, jo rrallë, një hap prapa të hap shtigje të reja, por dhe mund të fundos, varet se si e menaxhon tërheqjen dhe për çfarë motivi ndërton rikthimin, apelon Hashim Thaçi. Ministri për Komunitete dhe Kthim në Kosovë, Nenad Rashić, akuzoi listën serbe për shtypje sistematike dhe masive të serbëve në Kosovë përpara zgjedhjeve të ardhshme. Në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, ai pretendoi se po ushtrohet presion përmes institucioneve, kërcënime për shkarkim nga puna dhe friksim të punojësve në institucionet serbe. Duke folur në mbledhjen e qeverisë, Rashić tha se që nga momenti ku 13 vjet më parë lista serbe mbërriti zyrtarisht në skenën politike të Kosovës, ai nuk priste asgjë demokratike dhe të mirë nga ana tyre, por se sipas tij metodat e presionit janë gjithnjë më mizore dhe brutale në çdo zgjedhje. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë mori vendimin për certifikimin e 4 prej 5 subjekteve të reja politike për zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Republikës Kosovës, të cilat kanë aplikuar për certifikim për pjesëmarrje në zgjedhje gjatë periudhës 2 maj deri në 10 maj 2026. Besnik Buzhala, drejtori i Zyrës për Regjistrim, Certifikim dhe Kontrollin Financiar të subjekteve politike, tha se ka certifikuar 3 koalicionet politike, njëra prej tyre është Lëvizja Vetëvendosje. Koalicioni i dytë është me emrin Koalicia Vakat dhe i treti është Koalicioni Ashkalit e Bashkuar. Në listë është dhe kandidati i pavarur Esmir Kasi. Apeli i KQZ-s është i refuzohet certifikimi nismës qytetare Zlozny Pobedzuema, pasi ky subjekt nuk ka arritur të përmbush kriteret. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.